Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, jemi pranë jush me lajmin më të fundit të mundshëm për Xheneta Fetaun. Në Instagramin e saj, Xheneta Fetau ka publikuar 2 video që është në një hotel në Tiranë dhe është duke u bërë gati për një surprizë, do me thënë të gjithë jemi sy e vesh të presim që Xheneta do t'jetë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Sot në sfidën ku vllau i madh ju ka dhënë banorëve që nuk duhet të bëjnë reagime, që nuk duhet të bëjnë asnjë lloj, nuk duhet të thonë asnjë lloj fjale, nuk duhet të thonë asnjë lloj veprimi, Xheneta Fetau pritet që sot në shtëpinë e Big Brotherit të jetë pjesë e një surprize shumë të madhe. Do të jetë e çuditshme reagimi i gjestit se si Xheneta ka mbërritur deri në Top Channel. Ju më tash e dini, jemi të gjithë informuar që Xheneta është pjesë e Top Channelit duke luajtur rolin e opinionistes në trotuar. Xheneta Fetau sot pritet që të jetë pjesë e këtij formati. Lajmi nuk është i bërë i ditur nga Top Channel, normalisht që produksioni nuk zbulon se kush janë banorët të cilët të futen brenda shtëpisë për një minutazh të vogël dhe ndajnë kohën me to, por përflitet që Xheneta do t'jetë nga burime jo zyrtare. Xheneta ka publikuar në Instagramin e saj ku e fakton hyrjen e mundshme në shtëpinë e Big Brotherit nëpërmjet disa storyve që po rregullohet edhe po bëhet gati për një moment shumë të veçantë dhe do të shohim se si do ta presin banorët dhe si do të jetë reagimi i gjestit me rihyrjen apo me hyrjen e Xhenetës në shtëpinë e Big Brotherit. A është kjo një padrejti ndaj gjestit? Me patjetër që po, sepse automatikisht produksioni tregon që Xheneta e lidhen punën me gjestin, sepse tek situatat e tjera, për shembull kanë hyrë banorë të cilët kanë bërë apo kanë hyrë protagonistë të cilët kanë bërë edhe imitime. Do doja të marr mendimin tuaj si e komentoni ju hyrjen e Xhenetës në shtëpinë e Big Brotherit dhe afërsimin e Xhenetës në këndin e opinionistes në emisionin Trotuar. A do t'jetë kjo më pas një goditje nga ana e banorëve për gjestin se Xheneta është brenda në shtëpi? Këtë do ta shohim në momentet në vazhdim.